Mirëmëngjes të dashur Gaforë, do bëjmë një mesazh për ju dhe ai mesazh është mbretëresha e monedhës. Nga vetë letra tregon një nën, një nën, një kujdesë. Je shtylla e shtëpisë. Nuk do të thotë të jeni të zotët e shtëpisë, por që je shtyllë në një farë mënyrë. Dhe zemra e shtëpisë, dhe stabiliteti i shtëpisë. Kujdesesh për të tjerët, por mos harroni dhe veten tuaj. Sado që them shtylla, zemra dhe nuk do thot vetëm të jesh i pari në familje, ta them si nën, si baba që mund të jetë ajo, por që gjithmonë jeni një person që të tjerët mbështeten, qoftë si nën, partnere, mike apo udhërfyese. Ke një lloj fuqie të dashur Gafor të krijosh një ambient të sigurt, të ngrohtë dhe shumë praktik. Balanca mes praktikës dhe dashurisë nuk është vetëm ndjenja që të udhëheq, por edhe aftësia për të menaxhuar jetën në mënyrë të organizuar dhe absolutisht në këmbë në tokë. Sheh detaje, kujdesesh për trupin, për shtëpinë, për të ardhmen. Por, kjo nuk është vetëm kjo. Kjo është dhe një thirrje për vetë kujdesje. Shpeshherë shikojmë të gjithë të afërmit, të dashurit tanë dhe harrojmë veten tonë. Partnerin, kur duam me shpirt diçka, po punën, jemi të zënë pas karrierës dhe harrojmë veten. Donjëherë ky letër vjen si kujtesë që edhe mbretëresha ka nevojë për pushim. Absolutisht, apo mbreti, kushdo që të jeni. Nuk e pse ti bësh të gjitha vet. Jep dashuri, por jep dhe vetës. Në aspektin financiar, kjo thotë një periudhë ku mund të ndërtosh stabilitet që të qëndrueshëm në shtëpi, në punë apo në projekte që ushqejnë jetën tënde. Një fjali për ta mbajtur mend, të kujdesesh për të tjerët është dhuratë, por më e shenjta është të kujdesesh për veten. Po aq, të dashur Gafor.